أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فلندريم dhe ladhratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu I të në begatojmë të mirat e shumëta salatat, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Le të jetë ky takim sonte, takim të cilën e përkujtojmë në një tjetrin me diçka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përkujtua nga ana e Allahut dhe pastaj shokët e tij ishin të kujdesshëm në këtë çështje. Ajo ishte nxitimi në punë të mira, posaçërisht nxitimi në punë të mira para vdekjes. Kemi cek shpesh se mos kohën e fundit për rëndësinë e kohës, për rëndësinë që të kemi një rutinë të mirë ditore e gjithë këtë që ta shfrytëzojmë kohën në maksimum për të vepruar punë të mira. Allahu Gjelle Gjelaluhu I dha një alamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, alamet pas të cilit ai e shtoi edhe më tepër ibadetin. Na e dim që nga dita kur Allahu I shpalli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila dhe ajetet në vazhdim. Prej në këtë moment thanë dietarët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe nuk u ul për 23 vjet. Allahu në fillim të shpalljes I shpalli ajete ku e këshilloi dhe urdhëroi që të ngritet për të bërë namaz natë. Dhe namazi natësh ishte obligim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte I vazhdueshëm dhe në adhurim dhe në vazhdueshmëri u mundonte që të shton adhurimet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Posaçërisht para vdekjes. Posaçërisht para vdekjes I shtoi shumë adhurimet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni çka thot Allahu në surën Al-Ahqaf ajeti 15. Thot Allahu: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra." حتى إذا بلغ 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Në surën Ahqaf Allahu Gjelle Gjelaluhu na jep neve një mësim se si besimtari duhet të jetë I kujdesshëm posaçërisht me një periudhë prej periudhave të jetës së tij. Kështu në përgjithësi besimtari duhet të jetë I kujdesshëm në shfrytëzimin e periudhave të cilat ai jeton. Për shkak se askush prej neve nuk e dim se kur është fundi. Askush prej neve nuk e dim se kur e kemi takimin me melekun e vdekjes. Mirë po,
Në qoftë se Allahu na ka shty jetën dhe kemi arrit me një fazë prej fazave të jetës, këtu duhet të jetë kujdesi edhe më i madh. Tha Allahu, dhe na kena këshilluar njeriu që të jetë i kujdesshëm, i respektueshëm ndaj prindërve. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Nëna e tij e ka mbajt në barë me vështirësi dhe kur e ka lind me mund me vështirësi. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Bara, gjendja e tij në barë, pra në barkun e nanës, dhe ushqimi i tij gjithsej kanë qenë 30 muaj. Jo një ditë, jo 30 orë, 30 muaj. Kanë thënë dietar pse 30 muaj? Allahu xhël xhelalu e ka përmend to periudhën që më pakti njeriu qëndron në barkun e nanës, 6 muaj, edhe më shumti që ushqehet me gjinin e nanës 24 muaj, komplet 30 muaj. Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, deri kur ky njeri e arriti fuqin e tij dhe e arriti me i bë 40 vjet, qal, tha, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. I tha Allahut, kur arritin 40-at, i tha Allahut, o Allah, më mundso mua që unë të jem falënderues ndaj teje për begatit ndaj meje dhe ndaj prindërve të mi. Wa an a'mala salihan tardah, dhe më mundso që unë të veproj punë të mira të cilat ti i don. Wa aslih li fi dhurriyyati, dhe më përmirëso mua dhe më përmirëso mua pasardhësit e mi. Inni tubtu ilejk, unë tek ti pendohem, tek ti kërkoj falje dhe pendohem, wa inni minal muslimin, dhe unë jam prej muslimanëve. Ka thënë dietarët, Allahu xhël xhelaluhu me këtë ajet neve po na mëson që kur njeriu arrin e shuddehu fuqin e tij, ajo është te 40-at, duhet përgatitet me këtë që Allahu e përmendi besimtarin e mirë, njeriu e mirë në këto ajete. E para me falënderu Allahun për të mirat që na i ka dhënë. Neve dhe prindërve tanë. Me lutë Allahun që Allah me na mundsu me bë punë të mira. Pse me bë punë të mira tash dhe jo më herët? Pse më herët a nuk bën me lutë Allahun xhel xhelaluhu? Allahun xhel xhelaluhu duhet me falënderuar në çdo periudhë të kohës, në çdo periudhë të jetës, në çdo fazë të jetës. Allahun duhet me lut në çdo fazë të jetës, në fazën e rinisë, në fazën e fuqisë, në fazën e pleqërisë, në çdo periudhë të jetës, në periudhën e shëndetit, në periudhën e sëmundjes, në periudhën kur je i dopt, në periudhën kur je i fortë, në të gjitha periudhat, mirë po. Kur njeriu arrin te 40-at, duhet fillon të përgatitet për botën tjetër. Duhet fillon të përgatitet për botën tjetër. E kjo është në kundërshtim me gjendjet të cilat na jetojmë. Na tek në të 40-at fillojmë të i bëjmë planet e jetës. Në të 40-at dëshirojmë të bëjmë projekte tjera madhështore të jetës për shkak përvojës që kemi fituar në jetë. Dhe dojmë që investimet më të mëdha, planet më të mëdha, programet më të mëdha të realizojmë pas të 40-ave, e të cilat do të na preokupojnë prej botës tjetër. Kurse besimtari i mirë që Allahu e përmend në këtë ajet kuranor, tha kur të mrin të 40-at, e lut Allahun xhelle xhelaluhu, falënderoj fillimisht për veten dhe për prindërit,
E lut Allahun, a lut vetëm kur t'i vaj 40, a ditë i fal 2 rekat dhe lut Allahun? Jo. Pas të 40 dhe besimtari e lut në vazhdimshmëri Allahun, falënderim ndaj Allah, e lut Allahun për të mirat që e ka dhënë, e lut Allahun që Allahu më mundsu me bë punë të mira, e lut Allahun që Allahu më i dhon pasardhës të hajrit, pendohet në vazhdimshmëri te Allahu, ban tauba në vazhdimshmëri te Allahu. Pse? Pse pas të 40 dhe që ka shumë më rëndësi? Për shkak se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, me të vërtetë veprat janë sipas përfundimit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al khayra umri akhirahu. O Allah, bane pjesën më të mirë, fazën më të mirë të jetës time, përfundimin e saj. O Allah, fazën më të mirë të jetës time, bane fundin e saj. Nuk ka më rëndësi rinia, vllazni, edhe ju motra. Nuk është më rëndësi çiknia dhe rinia. Nuk është më rëndësi jeta se çyshe jetojmë. Sa do që jetojmë në fukarallëk. Çfarë do smuje të na ka plan. Me çfarë do problemi të ballafaqohemi, në qoftë se fundi i kësaj bote, fundi i jetës tonë është i mirë, o kryma vetë. Harohen të gjitha. A nuk kemi pas periudha kohore ku na është zgjat gripi dhe kemi mendu që nuk bash njeri qoq i loth dhe i raskapit ke qenë? Kemi pas. Tash më në periudhën e fundit kohore mas pak të njerë vjetë në rok mirë. E pasi që të kalon gripi, s'kalojnë 2-3 ditë e haram, komplet e haram. Dhe qëfar do smuje tjetër? As kemi pas periudha kohore ku se ki ditë që qysh kemi kalu këtë ditë prej fukarallëkut dhe pamundësive që i ki pas gjatë asaj dite, kena kaluar. Ditën tjetër që se ka rrezku pak më i madh, e ki haru problemin e ditës së kaluar. I ki haru të gjitha. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa khayru amali khawatimuhu, dhe vepra më e mirë është vepra e fundit. Vepra më e mirë është vepra e fundit. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Ai që fjalën e fundit të kësaj bote e ka la ilaha illa Allah, ka me hinë xhennet. Fundi, sonë. E kur njeriu arrin të 40-tat, duhet mu pregadit për botën tjetër. Pse? Tha Allahu Jalla Jalaluhu, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Surja Fatir, ajeti 37. A nuk ju kemi gjallëru, a nuk ju kemi gjallënu na juve, as ju kemi mundësu na juve me jetu jetën e kësaj bote, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Jetë kjo të cilën ka pas mundësi me meditue, mu përkujtue, ai që ka dashu përkujtu. Wa ja'akumun nadhir, dhe nuk ju dërgum na juve paralajmëruesin. A nuk ju dham na juve jetën me jetun këtë dunja, që ju me mendu pak, me meditu pak, dhe në këtë jetë të cilën na jetojmë, rreth nesh në përditshmëri dikush shkon. E kjo shkuarja e njerëzve të afërt apo të largët prej rrethit ton, a nuk na ban neve pak me meditua, edhe mu përkujtua për pregaditjen për botën tjetër? Që është da cekim poezin, ka fundi një disa vargje të poezisë, përkujtuese të rëndësishme për neve. A nuk meditojmë na? A mendojmë na se ka më na ushtu jeta dhe do të jetojmë sa të dojmë na? A nuk ka mocanik tanë që kanë vdek, që jemi rritë ndoshta bashk, që kemi lujtë ndoshta bashk? A nuk ka njerëz që kanë vdek e kanë qenë më të vegjël se na, prej burrave dhe grave? Kjo nuk është argument që na të përkujtohemi pak, të meditojmë pak rreth takimit me Allahun Xhelle Xhelaluhu,
wa ja'akumun nadhir, a nuk ju ardhi juve paralajmëruesi nga Allah s.a.w. Thajnë në ujë Allah më shiroft, ka thonë Ibn Abbasi, awalam nu'ammirkum 60 sana, as ju kena dhënë juve 60 vjeta, që shka morë në hadith tjetër, a pak i patët ju 60 vjeta. Është përmend 60 vjet për shkak se statistika e ummetit pejgamberit sa sistemi jeton 60-70. A pak ju duken 60 vjeta? Ti u shumë thonë, po tamam 60, s'pas ka thonë 18, s'pas ka thonë 30, s'pas ka thonë 40, pas ka thonë 60. Kur ti bëjna 60, bëjna muhabet. Thotë Ibn Abbasi dhe mufesirat tjerë, në kuptimin awalam nu'ammirkum, a nuk e kena gjallnu juve, as ju kena dhënë juve jetë për me mendua, një për mendime 60 vjetë, ama një për mendimeve, thot, as ja kena mundësu juve me jetu 18 vjeta. As keni jetu ju 18 vjeta. 15 vjetë, para se mu fut në bilik, para se mu fut në moshën madhore, a pak për ju duken 3 vjetë për me meditua. Terin 15, terin 18, a pak për ju duken. 3 vjetë, çdo vjet i ka kanë 360 e disa ditë. 3 vjet banë sa ditë jeton ti këtë dunjë. A pak po duken 24 orë meditu pak rreth argumenteve të Allahu xhël xhelalu. A pak po duken. Waqila dhe është thonë 40 vjet, këtë ka thonë Haseni Kelbiu dhe Mesruki. Thot, është transmetuar nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma se ka thonë أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. Banorët e Medinës, kur I kanë bërë 40 vjet, janë vetmu për ibadet. Banorët e Medinës, kur I kanë bërë 40 vjet, s'kan bërë plane për projekte afatgjatë në këtë dunja. I kanë përvel kratë dhe janë pregadit për takimin me Allahun xhël xhelalu. Pse? Për shkak se asnjëri prej neve nuk e di se kur kena me vdek. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Ku e di njani prej neve se çka ka me bo nesër? Ku e di? Ku e dim na çka ka me ndodh nesër? A ekziston mundësia na me vdek nesër? A ekziston mundësia? Qëse ekziston mundësia, cila është ajo puna shumë e rëndësishme që neve na largon prej shqetësimit me vdekjen tonë. وما تدري نفس بأي أرض تموت. Ku e di njeri ku ka me vdek? Ku e dim na se ku do të vdesim? Thot Ibn Abbasi, banorët e Medinës kur I kanë mritë 40-tat, janë përvel dhe janë veçu dhe I kanë braktis pjesën dërmusët e punëve dhe janë vërsun adhurimit, ibadetit, pendimit, istikfarit, kthimit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kanë thënë disa dietarë se kjo pjesa e jetës të cilën Allahu pa e përmend, pas ju kena dhënë juve jetë që të meditonit, përkujtoni, është për qëllim vitet kur njeriu futet në moshën madhore. Te vajzat 11, 12, 13, te djemt 13, 14, 15 vjet. Çka? 15 vjet. A pak i jetu 15 vjeta? 15 vjet. 40 vjet, a pak është me jetu 40 vjeta? Po neve pse I kemi kalu këtë periudhë kohore, na duket kur qa. Po me të thonë tyje, tash na ka fundi vitit 2025, apo? Me të thonë për 2056, shumë bëja 2056, ekstrem, shumë 30 vjet janë pyetje. Po ti ma shumë se 30 ki kalua. A pak po të duket që ki kalua. A këto që ki kalu, a nuk janë momente që duhet mu përkujtu dhe mu këthy dhe me bëjë istighfar të Allahu xhël xhelalu. Për këtë shkak duhet besimtari në vazhdimshmëri në çdo fazë të jetës të bën punë të mira, të jetë I vazhdueshëm në punë të mira, të jetë I vazhdueshëm në istighfar, të jetë I vazhdueshëm në qëndrueshmëri në fenë e Allahut dhe besnik ndaj parimeve të Allahut subhanahu taala. Nëse gjendja është kështu, kur dojë të vjerë vdekja, se s'na befason. Pse? Për shkak se në çdo kohë jemi të përgatitur që fundin ta kemi me istighfar, që fundin
ta kemi me besnikëri ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që fundin ta kemi me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe te fjala e Allahut wa ja'akumun nadhir, dha se ka ardhur ju e paralajmëruesja, ka thënë Ibn Abbasi, kanë thënë Ibn Abbas dhe xhumhuri, pjesa dërmuese e mufesirave, është për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. As ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. As keni dëgjuar për ardhmën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo, as keni ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi para kiametit, para fundit. Pejgamberi, vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është peshëve të kiametit. Ka fundi është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ka fundi, tek umeti i fundit, ka qenë pejgamberi para kiametit. Edhe kjo ka ndodhur para 1446 vjetëve. Pas 1400 ca viteve, na ku jemi? A jemi ka fillimi këtij fundit, a ka fundi këtij fundit? Na jemi ka fundi këtij fundit. Na jemi dushku ka fundi. Dhe kanë thonë dietar prej tyre Ikrime dhe Ibn Uyeyne dhe të tjerë se paralajmëruesi janë të thinjurat. Ti alo ban plana, ti e zbardhve, tu ka zbardh mjekra, ti janë zbardh flokt, ti alo ban plana fagjata. Të thinjurat janë paralajmërim, mesazh. Ktheu, pendohu te Allah, kthejo Allah subhanahu wa taala. Shtoj istighfarin, shtoj punë të mira, shtoj tauban. Je i vazhdueshëm punë të mira. Pse? Të ka ardhur mesazhi. Të ka ardhur paralajmërimi prej anës Allahut subhanahu wa taala që ti kthehesh Allahu xhalla xhelaluhu. Pra duhet që besimtari pavarësisht do të shtohet ymri apo do ta ketë ymrin e pakët, duhet që në çdo fazë të jetë i vazhdueshëm në punë të mira. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka nxjerrë Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ka thënë: "A'dhara Allahu ila imri'in akhkhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Rawahu Bukhari. وقال العلماء لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. Në Bukhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton hadith se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka ngrit argumentin atij që e ka shtuar xhelin, që e ka shtyë xhelin deri në 60 vjet. Apo thon ndryshe kuptimi i hadithit, ai që ka bërë 60 vjet s'ka arsye për Allahut. Ja ka dhënë shansën Allah subhanahu. Për fat keq, për kësaj jetës dinamike që na jetojmë, për fat keq po tham me shohim që na thash duke ushtu me ymër, duke na ushtu vjetët, duke i bërë më shumë vjet, na më shumë preokupohemi me këtë dunjë. A duhet të jetë e kundërta? Dhe kemi thënë edhe më herët. Fillimi i udhëzimit në rini me adhurim dhe ibadet dhe istighfar dhe kthim te Allahu në mënyrë të hatashme. S'halaf i rivi. Nuk halaf kur është në pyetje Allahu. Nuk halaf kur është pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur është pyetje Kur'ani dhe Sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj duke i bodo vjet, duke i bodo vjet, në vend të se me shkuet duke u avancu dhe duke i shtu adhurimet që shka qenë gjendja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shohit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, neve ndodhe kundërta. Tu bo ma shumë vjet, tu ro adhurimet dhe ibadetet. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, me të vërtetë veprat mirën llogarisi pas përfundimit, jo pas fillimit. Fundin, shëpot e fundin. Apo atë namaznate në fund jetës. Më valla kur jam uzdu sefte, sa ku më namaznate. Në fund apo atë namaznate. Apo atë agjerim të hanetejte në fund jetës. A më kërëm kur një riku më në fund apo atë. Fundi, soni. Apo atë kujdes ndaj gjunaheve. Valla kur jam kur një riku më shumë kujdes për tu plau kanë fundin. Innamal a'malu bil khawatim. Veprat janë sipas përfundimit.
Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy gjana vazhdojnë me qenë të reja, apo thënë ndryshe, adoleshente tek njeriu. Dashuria për dunjon dhe shpresa e gjatë. Adoleshente star. Nuk rritet kur, nuk plaket kur dashuria për dunjon. Nuk plaket kur shpresa e rrejshme e gjatë që mashtrohet njeriu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, kur njeriu t'i arrin të 60-tat, s'ka arsye për Allah. Nuk mundet me thonë, s'kum pas dhak me menua, s'kum dit me menua, më ka shku koha shpejt, ndodhi kjo, ndodhi ajo, 60 vjet janë pyetje, atë të këmë dhe më herët, jo vetëm 60, edhe 15 vjet, edhe 3 vjet, pas që fillon me leku me shrujt gjunahat, për shkak se me leku ja shun se vapët punë të mira, fëmijët para se më fut moshën madhore. Si të futet moshën madhore, fillon edhe me ja shujt gjunahet. Prej këtij momenti, 2 vjet, 3 vjet, 5 dit, 10 dit, 1 orë me ta dhënë Allahu xhela xhelaluhu janë shumë. Janë të mjaftueshme për të ndalë dhe për të medituar. Dhe për të kthyer Allahut subhanahu wa taala. Transmeton hadith Imam Buhariu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili thot Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu e ka pas zakon me marr mua kur i ka pas mejliset apo kuvendimet me pleqt e Bedrit. Me pleqt që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Dhe në këto takime që ka bërë Omer ibn Khattabi me pleqt e Bedrit, që kanë qenë të dalluar të shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prej sahabëve të tjerë kanë qenë dalluar Bedrli, ato që kanë qenë të Bedrit, e ka marrë edhe Ibn Abbasin. Ibn Abbasi ka qenë i ri. Kur ka vdekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ibn Abbasi është fut moshën madhore, çfarë? Kur ka vdekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ibn Abbasi është fut moshën madhore. Do të thonë ka pas 13 deri në 15 vjet aty para. Ka qenë fëmijë. E Omer ibn Khattabi e ka marrë në mejliset e tina, kur ka kuvendu dhe ka vendosur diçka. E sikur dikush prej këtyre pleqve të Bedrit, si është bo qefi. Dhe dikush ka thonë, po pse e merr me veti këtë rivin, dhe na kina djemë sigur ke. Edhe na kina fëmijë. Edhe na kina djemë. Djemë të tyre, ka pos mundësi me qenë edhe ato sahabi, jo se tabin me qenë. Ama sahabi kanë qenë pjesë dërmuese e tyre. Pse? Se afër ka qenë vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me xhilafetin Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu. E pse po e fut Ibn Abbasin spi fut fëmijët e tan? Omer ibn Khattabi u ka thonë, innehu min haythu alimtum. Ju e dini se pse e marrën. Ju e dini pse e marrën. Se kjo është i dalluar. Ibn Abbas radhiyallahu anhu kur ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka qenë shumë i kujdesshëm dhe në kuptimin e fjalës nuk i ka lënë rahat sahabët e vjetër, duke shku dhe kërku hadith në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Saqë ka ndodhur momenti, rasti me i shku njënit prej sahabive të vjetër, e që e ka ditë që ka ndonjë hadith dhe dituri nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ka arrit në kohën kur ka qenë e njohshme të ata që pushojnë, koha e mesditës. Ibn Abbas i ka ndodhur prej lodhës dhe raskapitjes me zon xhumi te pragi i derës. Te pragi i derës me prit kur ka më dalë për shtëpisë një marrë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ha? Kjo e madh është. Kjo nuk është thjesht. Neve na vjen mërzi më fut një mesele në Google me libra. Ose me një riu për libra që është e kina rrjetet sociale. Këtë libra që kina në për libraritë tona, në shtëpi dhe ku do qofim, këtë në internet. Shumë e thjesht është. Vetëm e shkruan 2-3 fjalë apo një fjali, aty dhe del komplet faqa ku i dhe libër. Kjo na vjen mërzi. E para mendo me shku me zonë xhumit te pragu i derës një sahabi. Kush? Djali migjës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që të sahabët është njoft sigur për kthyesi i Kur'anit.
ai që e di kuptimin më të mirë të Kuranit. Thot Ibn Abbasi, e një ditë më thiri Omeri radiallahu anhu dhe tha, e kuptua se pse më ka thirë. Më ka thirë me ju të regu këtyve se kush jam unë. Me ju të regu venin tim kush jam. Tha, gjatë kuvendimit, u tha Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, ma taquluna fi qawli Allahi ta'ala idha jaa nasrullahi wal fath. I ka pyetur to pleqë të Bedrit, çka thuni ju për fjalën e Allahut idha jaa nasrullahi wal fath? A dit kur erdh fitoria e Allahut dhe çlirimi. Fillon to pleqë e Bedrit që ishin në kuvend, fillon me e spjegua ajetin, mirë për përfundimi i spjegimit ishte, ka thënë tartë me spjegu ujin me uj. Çka është uji? Uji është uj. Çka është? Usos. I dhanë spjegim të ajetit dhe spjegimit që kuptohet, kur e dhënë e kupton atë spjegim të. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sa Allahu po na thot neve kur të vjen fitoria, kur ju ndihmoj juve me fituar, edhe me votë çlirime, këtë rastisht për qëllim çlirimi Mekës, ju madhrojeni Allahun, pendojeni te Allahu subhanahu wa taala sa pranon pendimin e kështu me radhë. Edhe në këtë shpjegim, që kuptohet pi ajeti. Këtë shpjegim se kish për qëllim Omer ibn Khattabi. Se kjo u dike. Dëshiron të diçka më tepër. Omer ibn Khattabi i tha Ibn Abbasit radiyallahu anhuma, a kadhalika taqulu ya ibn Abbas? A edhe ti ç'është thua? Ibn Abbas ka qenë i ri ka shtyre. Omer ibn Khattabi tha, a edhe ti po thu ç'është? Fa qultu la. Thot Ibn Abbasi, Abdullah ibn Abbasi, thot i thash jo. Fa ma taqulu? Omer i tha, po çka thotë? Çka do të them kjo ajet? Fa qultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Thot, idha jaa nasrullahi wal fath, kjo surja është afrimi i vdekjes pejgamberit sa. E gjeli pejgamberit sa. Fundi. Allahu ja ka mësua. Atë që të kam fillim, prej alameteve, që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka dhënë pejgamberit sa, që kur të ndodhe kjo, me shtu adhurimet, kur ka ndodhur çlirimi i Mekkës, dhe janë fut njerëzit në fenë e Allahut grupe, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në mënyrë marrëmendse ka shtuar adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, pendimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, madhrimin e Allahut subhanahu wa taala, kërkimin fare për Allahut subhanahu wa taala. Pse? Se u kry punën. Çtash ka ardhur momenti, ka ardhur vakti, mu taku me neve. Prej ku e kuptoi Ibn Abbasi e gjelin e pejgamberit për këtë ajet kuranore? Pasi që u shiru Mekke, dhe u futën njerëzit grupe në fe, dhe u shpërnda feja, thirrja pejgamberit s.a.s. misioni i Muhamedit s.a.s. këtë dunjë mbaroi. Allahu shka thënë Kur'an, ti je i vdekur dhe ata kanë me vdek. Një ditë ka me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mbaroi misioni. E kur mbaron misioni, çka do të më bë? Çka do të thonë kur mbaron misioni? Kur të mbaron misioni do të thonë në fundin. Tashina pak para fundit. E për në fund çka do të më bë? Duhet me shtu për uljen para Allahut. Istighfarin Allahut, pendimin tek Allahu, madhrimin ndaj Allahut, me shtu, jo me e paksu. Pasi që jemi zbardh, pasi që jemi afru, e dikush e ka të i kalu të 40-at, duhet me shtu istighfarin, jo me e paksu. Duhet me i paksu gjunahet, jo me i shtu. Duhet me shtu madhrimin e Allahut, jo me paksu. Duhet me shtu përmirësimin e zemrëve tona, jo me lanë mangësh. Jo të preokupojmë na me të jashtme dhe të harëna të mbrendshmën tonë. Jo, të kundërtën të më bë.
duhet me shtu intensitetin sa ma shumë. Kështu, kjo është rruga e pejgamberëve. Kjo është rruga e sahabëve. Kjo është rruga e dietarëve. Kjo është rruga e njerëzve të mirë, o vëllezër. E kemi ndëgjuna shumë transmetime për dietarëve të parë të muslimanëve dhe të mëvonshmëve që kanë flet ka 2 orë, kanë flet ka 3 orë, kanë flet ka 4 orë. Kur ka flet ka 4 orë? Ta njëjtën ka 2 orë ka fleta. S'mund të flet njeriu ta njëjtën ka 2 orë. Kur ka arrit ka 2 orë, ka fundi. S'ka pas vakt me flet. 2 orë, 3 orë, 4 orë, sa më mjaftu pak me mbledh forcë me i bë adhurim Allahu xhela xhelaluhu. Në qoftë se kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilit Allahu ja ka falë të gjitha, gjendja jonë. Në qoftë se kështu ka qenë gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilit Allahu i tregoi simfonie, neve, a na vjen neve ndonjë mesazh me na thonë që jena në funa? Çfarë do fazat jetës qofshmina? Para 40-ave, pas 40-ave, pas 50-ave, pas 60-ave, para të 20-ave, pas 20-ave. A kemi na ndonjë mesazh? A kemi ndonjë të dërguar që vjen neve me na thonë, në funije, edhe 15 ditë kije, edhe 5 muaj kije. A kemi? S'kemi. Në moment që erdhën këto ajete, pejgamberi sen e kuptoi që në fund. U kry misioni, u shtu intensiteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kuptoi Ibn Abbasi që vepra duhet të përfundohen me istighfar. Allahu shkoi tha: "Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Kur vjen ndihma e Allahut dhe çlirimi, është për qëllim çlirimi i Mekkës. Dhe kur njerëzit futen në fe grupe, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Madhnoje Zotin tënd dhe lavdëroje Zotin tënd dhe kërko falje. Innahu kana tawwaba, Allahu është që pranon pendimin. Ibn Abbas transmeton hadith, transmetim se ka thënë: "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashadd ma kana ijtihadan fi amr al-akhirah." Masi ka zbrit surja idha jaa nasrullahi wal fath. Thot Ibn Abbas, e ka shtu pejgamberi se adhurimin, ibadetin në mënyrë më marrëmendse. Pas që ka kelamet, e ka kuptu që jena në fund. Neve na vinë alamete nga më të ndryshmet, për kujtuese nga ana Allahut se jemi duke afru fundit. Megjithatë, jemi në gaflet, ose gafilun, ose mutagafilun, ose bëmi budall me zar. Hajt besem, jo be kjo hajt be jo, kjo hajt be jo. Pasi që të përkujtohemi me këto këshilla nga Allah dhe pejgamberi sa stem, ta shtojmë adhurimin dhe istighfarin te Allahu xhela xhelalu. Wa ma tadri nafsu madha taksibu gada. Nuk e din njeri çka ka më bën nesër. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Nuk e din njeri ku ka më vdek. Allahu me këtë sure e informoi Muhamedit se në funije. Para kësaj sure, sunet i Muhamedit ishte dhe ai këtë vepronte në çdo Ramazan ka 10 ditë itikaf. Ramazanin e fundit 20 ditë. Së në fund. S'ka Ramazan tjetër më. Nuk ka shans tjetër më. 20 ditë. Në çdo Ramazan ja lexonte Kur'anin Xhibril alayhis salam, për asaj që i kishar deri në natë Ramazan, ka një herë komplet. Ramazanin e fundit 2 herë. Thot Ibn Abbasi pas kësaj sure e shtoi dozën adhurime e pejgamberit sem për çështjen e ahiretit shumë. Sa e ka shtu vin hadithet edhe nga Aisha radhiyallahu anha. Subhanallah.
Thot Aisha radiallahu anha, ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alayhi idha jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfir li, muttafaqun alayh. Imam Bukhariu, Imam Muslimi transmeton hadith nga Aisha radiallahu anha se ka thon Aisha radiallahu anha, pejgamberi sa nuk ka fal ndonjë namaz masi që ka zbrit kjo sure idha jaa nasrullahi wal fath, vetëm se në çdo namaz ka thon subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfir li. I lartë madhruar i e Zoti jon, i falëndëruar i e Zoti jon, o Allah, më fal mua. O Allah, më fal mua. E ka shtu këta. S'ka bon namaz, vetëm se e ka bo këtë dua. Vetëm në namaz, jo. Gjendja ati ka arrit, po thuaj se në çdo lëvizje që ka bo, e ka bo këtë dua. O Allah, më fal mua. I lartë madhruar i e Allah, e ka madhnu Allahun xhela xhelalu. Madhnimi Allahut subhanahu wa taala është falënderim te Allah. Është përkujtim për Allahun subhanahu wa taala. Është përkujtim për botën tjetër. E ka falëndëruar Allahun subhanahu wa taala. E ka madhnu Allahun xhela xhelaluhu dhe në vazhdueshmëri pothuajse në çdo gjendje të cilën ka kalu ai para vdekjes së tij, ka lip që Allah më afal gjunat. Ka lip që Allah më afal gjunat. Pashtu nga Bukhari dhe Muslimi transmeton hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، ومعنى تأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë e ka bërë këtë dua në ruku dhe në sejdë. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfir li. E ka realizu atë të cilën Allahu e ka urdhëruar në Kur'an, kur i ka thonë fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Transmetimi i Muslimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shtu para se me vdek kët istighfar, kët lutje subhanaka Allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. E ka shtu para vdekjes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radiallahu anha, qultu ya Rasul Allah, ma hadhihi al-kalimat allati araka ahdathtuha taquluha? Qalat ju'ilat li alamatun fi ummati idha ra'aytuha qultuha. Thot Aisha, i thash, jo dërgumi Allah, çka janë këto fjalë që je duke i përshpërit shumë, që si ki bon këtë mënyrë më herët, tash i di bo shumë. Thot pejgamberi, thot Aisha radiallahu anha, më tha, o Aisha, mua më është dhënë një sinjal, një shenjë në umetin tim. Kur ta shoh këtë shenjën, duhet me i bën këtë lutje. Që ka qenë, alameti ka qenë çlirimi i Mekkës. Kur të ndodhet çlirimi i Mekkës, është fundi, është exheli, shtoje lutjen, shtoje istighfarin kërshi Allahut subhanahu wa taala. Të svetim tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shtu shumë fjalën subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh. Qalet قلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحانك الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها. Thot pejgamberi sallallahu shumë e shpeshtonte lutjen subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilayk. Thot Aisha, i thash Rasulullah, çka janë këto fjalë që shumë i duhet i thon? Ana e din që pejgamberi shumë ka vënë dhikr, shumë ka adhuruar Allahun, shumë ka bëj ibadet, ama kjo shumë prej aq do të thon diçka ekstreme ka qenë. Diçka e papame më herët. Me gjithë atë ibadet që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I ka thon oj Aisha, është vendos një shenjë tek ummeti im, kur ta shoh atë shenjë ti bëj këtë lutje, e unë e kam pa këtë shenjë idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Thot Allahu jalla jalaluhu,
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Kudo që t'jeni, kam ju kap vdekja. Kudo që t'jeni, kam ju kap vdekja edhe në qoftë se jeni në kalat të fortifikuara. Dhe tha, madha tadri nafsun ma taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ku e din njeriu çka ka me bëj nesër? Ku e din njeriu se në cilin vend ka me vdek? Tha poeti, فكم من صحيح مات بغير علة وكم من مريض عاش حين من الدهر وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من عروس جهزوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغار يرتجى طول عمره وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر إذا تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا حين الليل هل تعيش من الفجر. Thot poeti, sa herë ka ndodh që me vdek njeriu pas një smundje, e sa herë ka ndodh që një smund me jetu gjatë. Sa prej të rive i kap mëngjesi dhe mbrëmja, e ata janë të qeshur, duke qesh. Dhe nuk e din njëri prej tyre se ju ka bo hazër qefini. Wa kam min arusin jahazuha li zawjiha. Sa herë ka ndodhur që ndonjë nuse me përgatit për burrin e saj, e ju janë marrë shpirtrat në natën e martesës. Wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihi. Sa herë ka ndodhur për fëmijët me pas shpresa për jetë të gjatë të tyre, e trupat e tyre janë ballafaqu me errësirën e varrit. Idhan tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri. Atëherë përgatitu me devotshmëri, për shkak se ti nuk e din se ato të gëdhish nesër në mëngjes. Lusim Allahun që Allah të mundson të kemi përfundimin e jetës me vepra të mira. Lusim Allahun që Allah të më fal mëkatet tona. Lusim Allahun që Allah të mundson të jemi të vazhdueshëm në çdo ser të jetës, në çdo kohë të jetës, të përgatitur për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.